nuk ka hatër. Hatër nuk ka martesa. O ka një martesë shnosh, si duhet, mu bashku qiftat në mes veti, nuk duhet me pas, qysh me thonë, duhet me kanë dikush si flet mirë, edhe që nuk e gënjen njëri tjetrin, për mik, me marr mikin si qika si djali më kanë mish mirë, edhe duhet me fol ma herët për mos më ardh të ndamja, nëse janë dytë në vendost, si qika si djali. Si kuna një shtëpi, se e ka themelin e fortë, kur të nisësh me maru një shtëpi, është themeli fort i fortë. Aja familja është fort e fortë, s'mundet me prish dikush. Edhe martesën, nuk mundet me prish dikush, kur është martesë e shnush. Duhet me nigu burri gruan, gruaja burrin duhet me nigu. Sa do shtarë tjetër kohë, po thojnë duhet me ecë me qysh po ecë koha. Jo, nuk është ashtu. Se kur po ndahet burri i gruaja, ku po jesin fëmija? Ku po jesin? Po prishet familja, po prishen dy anët, po vjen shkatrimi dy familje. Mu nuk më pëlqenjë këtu, as më kam pëlqy, kur as më pëlqenjë. Qërë në kohë burri, duhet me nejtë. Qërë në kohë gruaja, duhet me majtë. Për që ta thash unë si martesa nuk ka hatër, duhet me kallëzu pa ja shtret dorën. Para se mu martu të më thënë. Duhet me kallëzu të vërtetën për më konë dy familjet lumtun. Si qika si gjodi. Po ata masi po martohen, po nisin të lashet tani. Shumicën e rasteve. E qka po menon që po ndikon që s'po rahatohen masi po martohen? Masi po martohen, tash është arë telefoni, që aty po prishen, që aty po hitisen. Që telefoni, sa ma shumë si të falsh, me çdo kënd që të falsh, nuk është vetëm burre gruaja, me çdo kënd që të falsh, një fjalë e vogël shet prishesh. Prishesh. E përpara, a janë prish njerëzit për një fjala, nuk janë prish. Pse ka pas ma pak ndarje në kohën e juve? Edhe një dashta me ta thonë. Po? Përparan e ka lshu burri gruan, për se nuk i ka shku që shduhet.